Përshëndetje të nderuar shqiptar të dashur, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Dita e sotme është një ditë shumë e bukur, sonte jemi në ditën e të premtes, për të shkuar në natën e të premtes, në natën ku Gjesti, një nga banorët më të preferuar të Big Brotherit dhe një nga artistët më të dashur aktualisht për shqiptarët, sonte do të ketë performancën e tij të parë që nga dalja nga shtëpia e Big Brotherit. SKP Club në Tiranë po organizon këtë festë gjigante, ku do të jenë të ftuar të gjithë banorët e shtëpisë së Big Brotherit, Egli Tako me patjetër që po, dhe Gjesti, i cili do të performojë hitet e tija që i ka patur ndërkohë. Ju e dini shumë bukur që me hyrje në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Gjesti pati një ngritje shumë të madhe në emrin e tij, në imazhin e tij, në karrierën e tij dhe këngët e tij filluan që të klikohen në rrjetet sociale. Por konkretisht çfarë do të ndodhë sonte? Besoj që jeni të gjithë kureshtar që të dini si do të jetë festa sonte, si do të jetë nata sonte, çfarë do të ndodhë, si do të pritet Gjesti, si do të jetë skena, do të thënë gjithçka po përgatitet në mënyrën më të mirë të mundshme që Gjesti të ngjitet në skenë si një artist gjigant. Tirana është gati për një nga netët më të zjarrta dhe më emocionuese të vitit. SKP Club hapdyer për një ngjarje që ka marrë për masa të jashtëzakonshme në rrjetet sociale dhe në çdo bisedë mes të rinjve. Dalja e parë skenike e Gjestit, fenomenit më të ri që ka rëmbyer zemrat e mirave shqiptarëve brenda edhe jashtë vendit. Sonte Gjesti do të ngjitet për herë të parë në skenën madhështore, përballë një publiku që e ka pritur me padurim këtë moment. Me një stil unik, karizëm shpërthyes dhe me energji që elektrizon turmat, Gjesti pritet të japë një performancë që do të mbetet gjatë në memorien e publikut. Jo më kot kjo natë, po konsiderohet si një festë e madhe kombëtare. Qindra mijëra shqiptarë do të ndjekin këtë super event, shumë prej tyre të pranishëm fizikisht në SKP Club, ndërsa të tjerët do të jenë të lidhur përmes rrjeteve sociale, live transmetimeve dhe storyeve që pritet të shpërthejnë në çdo kënd të shqiptarisë dhe diasporës. Atmosfera është elektrizuese, dekorimet janë të jashtëzakonshme dhe çdo detaj është i organizuar në mënyrë perfekte nga stafi i klubit, nga drejtimi, efektet speciale, audia e klasit të lartë dhe deri tek surprizat e shumta gjatë natës. Gjithçka është menduar për të krijuar një spektakël që nuk ndodh çdo ditë në Shqipëri. Do me thënë, SKP Club po organizon sonte një mbrëmje gjigante, ku Gjesti fillimisht do të jetë në backstage, do me thënë në prapasken do të jetë i pozicionuar, ku do të jetë i shoqëruar nga sigurimi i SKP Clubit dhe sigurimi i Top Channelit, të cilët e sigurojnë Gjestin në qëndrimin e tij në Tiranë, do me thënë Gjesti është i pozicionuar tek Hotel Mak nga informacionet që ne kemi. Prej hotelit do të jetë i shoqëruar me makinën deri në diskotekën që sonte apo në klubin që sonte Gjesti do të performoj, dhe prej tek pjesa e daljes nga makina deri në ngjitjen në prapasken, që është një dhomë speciale për qëndrimin apo një vend special për qëndrimin e këngëtarëve, Gjesti do qëndroj deri në momentin kur do të prezantohet dalja e tij skenike. Është dalja e parë skenike e Gjestit. Njerëz të cilët duan ta dëgjojnë dhe duan ta shikojnë live janë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, do të thënë ka patur shumë interes për të qenë sonte në SKP Club. Më duhet ta them edhe një herë që menaxhohet nga menaxherët e Top Channelit, pritet që me Gjestin shoqëruese do të jetë Petrina Gjoci, ashtu siç ishte edhe me Luizin shoqëruese. Dhe do me thënë, skena është krejtësisht gati, ndriçimi është bërë gati, klubi është shndruar në formën se siç duhet të bëhet për Gjestin, atë që Gjesti e ka kërkuar, do me thënë Gjesti ka kërkuar që të jetë në backstage, më pas do me thënë të ngjitet në skenë, jo me banorët e tjerë, sepse është ai i cili do të performoj dhe do të këndoj dhe pritet që do të jetë një ndër spektaklet më të mëdha të parat në Shqipëri ku Gjesti do të ngjitet në skenë. Por nuk janë vetëm fansat edhe publiku i thjeshtë që do të jetë pjesë e kësaj nate. Të gjithë syt janë kthyer edhe nga të ftuarit special të mbrëmjes, banorët e Big Brother VIP Albania, të cilët do të jenë të pranishëm për të mbështetur kolegun dhe mikun e tyre, të shtëpisë më të famshme në vend.
Kjo ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin dhe pritshmërinë për këtë mbrëmje madhështore. E padyshim pyetja që ka bërë xhiron e mediave dhe rrjeteve sociale ditën e fundit, a do të jetë edhe Egli Tako në këtë festë? Përgjigjja është po. E dashura e Gjestit, Egli Tako do të jetë pjesë e kësaj nate madhështore. Jo vetëm si mbështetje emocionale për partnerin e saj, por pritet gjatë natës që edhe ajo të ngjitet në skenë. Do të thënë, është bërë një kërkesë e tillë, nuk ka akoma një informacion nga Egli, dhe të bëjë një paraqitje që do të rrëmbejë duartrokitje të mëdha në një çift që tashmë është kthyer në simbol të dashurisë, pasionit dhe përkushtimit. Prania e Egli do të jetë qershia mbi tort për këtë natë të paharrueshme. Tash e themet flasin për një moment të veçantë mes tyre në skenë, ndoshta një përqafim publik, ndoshta një dedikim i Gjestit për Eglin, apo ndoshta një surprizë që askush nuk e pret. Një gjë është e sigurt, nata e sotme do të jetë historike. Të gjithë rrugët të çojnë tek SKP Club, aty ku muzika, emocione, dashuria dhe fama do të ndërthuren në një mbrëmje që do të përmendet gjatë. Unë them që le të mos ta humbasim këtë natë. Unë do t'ju sjell të gjitha momentet nga SKP Club. Çfarë do të postohet do të sjell pranë jush. Do të thënë pritet që të jetë një mbrëmje gjigande, do të jenë dhe banorët e tjerë të cilët kanë qenë pjesë e Big Brotherit. Do të thënë e njëjta gjë ka ndodhur dhe vitet e kaluara, zakonisht diskotekat kanë organizuar mbrëmje me një këngëtar që ka qenë pjesë e Big Brotherit, ai më i dashur i publikut, dhe të tjerët kanë qenë të ftuar në këtë festën e madhe. Do të thënë ka ndodhur në vitin e kaluar, po ndodhen edhe këtë vit dhe pritet që të jetë edhe Egli Tako. Tani nga informacione që kam unë, do me thënë uroj që t'jenë të vërteta gjithmonë, nuk do t'jetë Egli Tako shoqëruese dorë për dorë me Gjestin. Gjesti do të shoqërohet nga sigurimi dhe Egli do t'jetë në pjesë tjetër, do me thënë do të qëndrojnë në të njëjtën formë siç ka qëndruar Kiara me Luizin, por Kiara ka qenë në fakt shoqëruese Luizit në daljen e parë dhe është ngjitur në skenë. Nuk ma merr mendja që do të jetë e njëjta gjë me Eglin edhe me Gjestin, nuk ma merr mendja që Egli do të ngjitet në skenë për ta puthur dhe për ta përqafuar, do të ishte momenti më i bukur, por le t'ja lëm të gjithë momentet natës edhe le t'i lëm këto surpriza natës. Do të ishte fantastike në qoftë se Egli do ta bënte këtë dalje skenike dhe do ta përqafonte Gjestin dhe do t'i jepte mbështetje dhe kurajë në skenë, por gjithsesi do të shohim se çfarë do të ndodhë sonte. Do të thënë informacione deri më tani është që do të jetë një natë fantastike dhe Gjesti do të jetë i shoqëruar nga sigurimi, do qëndrojë në backstage, më pas do të ngjitet në skenë për të kënduar hitet e tij pafund. Nuk ka një këngë të re, do t'i këndon të gjitha këngët të cilat i ka performuar edhe më herët në artin e tij të mrekullueshëm të muzikës që ka bërë. Një herë do të performoj DJ, deri në orarin pritet që Gjesti do të ngjitet në skenë nga ora 12:30 në atë minutazh dhe do të qëndrojnë në skenë të paktën 30 deri në 40 minuta dhe më pas mbrëmja do të vazhdon përsëri me DJ-n. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.